Lëm base me kaq këtë temë për faktin që jam e sigurt që janë ngarkuar dhe po i ngarkojmë edhe më shumë familjarët, një koment për dhunën mes vajzave. Atëherë gjithmonë rastet ku janë të përfshirë dhe të miturit, siç ka qenë këto e dëmtuara nga organet kompetente, nga policia, hetohet jo vetëm personi që e ka rrahur, po dhe gjithë personat që kanë qenë prezent dhe personat që e kanë shpërndar videon. Në praktik, rastet të tilla hetohen akoma pa u bo publike këto video nga informatat inteligjente për faktin se tash çdo lagje e ka policin e komunitetit dhe sa po të vinë ndonjë informat, hetohet rastin nga policia e komunitetit dhe në rastet të tilla nga organet kompetente, rastet të të miturit trajtohen me seriozitetin më të lartë. Mirë po që kam ka shqetu në Mitrovic, në departamentin për të mitur tek gjykata themelore, departamenti për krime të rënda, gjykata ka vetëm një gjyqtare për të mitur dhe antarët e trupit gjykus caktohen gjyqtar civilista, që ka është shqetësuese dhe është e kundërleqme. Mendoj se rastet ku vendoset për fatin e të miturve, ku trajtohen rastet e të miturve, duhet të jetë edhe antari i trupit gjykus duhet të jetë gjyqtar profesionist, sepse dënimet nuk duhet të jepen vetëm si shenjë se është gjobitur apo është sankcionuar personi që e ka kry veprën penale. E sidomos ligji për të mitur, në raste kur edhe krysit janë të mitur, sepse 18 vjeçara do të trajtohet nga organet kompetente si e rritur e re, sepse 18 vjeçare, deri në moshën 21 vjeçare do të trajtohet nga ligji, jo pse dojnë na, po pse ligji e ka parapon në atë mënyrë. Dhe në raste të tilla duhet të trajtohet me seriozitetin më të lartë me persona shumë profesional, sepse institucionet tona, policia, prokuroria, gjykata, kanë gjyqtar profesionist të cilët kanë trajnime të profilizuara, qoftë nga ambasada amerikane apo nga institucionet të tjera ndërkombëtare të cilat trajnime i mësojnë praktikat e fundit se si trajtohen rastet për të miturit. Po, janë natyrisht mekanizma të veçantë për këtë. Dita, një koment me që natyrisht edhe kjo ishte një prej temave që ka shënuar vikendin e që ishte po aq e tmerrshme. Po, ky rast i fundit me Mitrovic nuk duhet parë vetëm si një konflikt mes dy vajzave të reja. Mirë po, këtu kemi të bëjmë me një manifestim serioz të dhunës të këtyre grupmoshave, ku shqetësues nuk është vetëm fakti fizik që ka ndodhur aty, domethënë dhuna që është kryer ndaj asaj vajze, mirë po shqetësuese është se kjo është filmu dhe është shpërndarë në rrjetet sociale. Kjo është vendos dhunën nga hapësira fizike në hapësirë digjitale, e cila mund të shumëfishojë viktimizimin dhe mund të krijojë riviktimizim te vajza tjetër, pasi që ajo dhimbje mund të më kalu që Dita? E cila do ta përcjell atë, do të jetë me të vërtetë shqetësuese. Prandaj këtu i kemi disa elemente, si diferenca konsiderueshme e moshës, është 12 dhe 18 vjeçar, e cila është një diferencë e madhe. Pastaj agresioni fizik të cilën e ka përdorur reja ndaj të tjetrës. Pra një personave të cilat nuk ndërhyjnë, mirë po filmojnë aty, është me vërtet shqetësuese dhe këtu dua të cek një fenomen e cila nifet si bystander effect, ku është një element shqetësues roli spektatorëve, të cilët nuk kanë mungesë empatie dhe nuk bëjnë ndërhyrje aty, e cila është shumë shqetësuese dhe është një defekt social. Mirë po lejohet dhuna dhe po ashtu bëhet filmimi i asaj me të cilën edhe me një farë forme mund të them arsyuen duke e pa një fenomen të tillë. Dhe kemi të bëjmë këtu me dimenzionin digital pra të ngjarjes, e cila është me vërtet shqetësuese.
Kemi studime të tilla, se e ndëgjova prej parafolësës që për studime. Kemi studime të cilat janë bërë për shembull me 10.000 adoleshentë në Angli dhe Wales, mes moshave 13 vjeçar, 17 vjeçar, ku me të vërtet janë raportu 70% të cilët kishin hasur në dhunë gjatë gjithë kohës në rrjetet sociale, dhe gjatë vitit të kaluar 29% kanë parë përmbajtje që glorifikonte sulmet ndaj të rinjve. Andaj këto shifra nuk mund t'i aplikojmë tani në drejt për drejt në Kosovë, mirë po këto tregojnë që mjedisit digjital të cilën përballen të rinjt është me të vërtet shqetësuese dhe e rrezikshme. Dita, të faleminderit shumë që ishe sot në program për shkak të efektit ku fatkeqësisht nuk do të mund ta trajtojmë më shumë se kaq këtë temë për faktin se pati një lajm të fundit. Eduard, faleminderit shumë. Saranda, faleminderit shumë që ishe sot prezente në trajtimin e kësaj teme kaq të ndjeshme dhe njerë familjarëve të së ndjerës ngushëllime.